Kryeministri Edi Rama dhe Ministra e Turizmit e Mjedisit Mirela Kumbaro zhvilluan një takim me operatorët turistik dhe kryetarët e bashkive bregdetare për përgatitjet për sezonin veror 2025. Rama shpreu shqetësimin për informalitetin në turizëm, teksa nënvizoi se duhet të marrë fund dhe operatorët duhet të deklarojnë netat e fjetjes. Duhet jemi shumë të vërtet që ka një hile të madhe që e bëni të tërë ju. Një hile me deklarimin e netve të fjetjes. Dhe ne tani, për t'i dhënë mundësi juve që të dilni faqebardh nga kjo fazë informaliteti, ku ju kemi ullur të vëshën prej vitesh tani më poshtë se të tëra vendet e tjera, 6% nuk e ka asnjë vend në Mesdhe, asnjë nga vendet e rajonit. Ja u kemi ullur 6% pikërisht që të deklaroni sa tani ka një shifër që është fantastike këtu, që tregon se çfarë bëni ju në fakt, që nga 10.155.000 turistë të huaj që e kanë vizituar Shqipërinë, këtu kemi 2023-shin, 3.900.000 net të deklaruar. Qëndrimi janë pak si problem. 2 gjëra do bëjmë. E para, për këtë vit do t'ju japim mundësinë që juve të bëni një paradeklarim. Që do thotë që për periudhën 1 maj 30 shtator, nëse nuk doni as kontrole, as një problem fare dhe të fokusoheni vetëm tek klientët dhe jo tek inspektorët, një nivel shfrytëzimi 65% në bazë të dhomave dhe për atë nivel do të paguani detyrimin tek bashkia. Bashki duhet të kenë ofertat e tyre për plazhet publike paralelisht me sektorin privat. Një prej kritereve që Rama kërkoi ishte ai çmimeve më të ulta. Që të gjitha bashkitë të kenë ofertën e tyre paralele me ofertën e operatorëve privat dhe t'i ofrojnë qytetarëve një komoditet shezllonësh dhe çadrash me çmime shumë herë më të ulta. Kuptohet që edhe me një gamë shërbimi më modeste, sepse nuk do ndërtojnë bashkitë edhe beach bare. Ministra Kumbaro teksa foli për planin e masave sqaroi se këtë vit do të ketë 973 stacione publike plazhi. Bashkuar kjo me rregullin që në çdo 1 kilometër vi bregdetare, atje ku është e mundur, 300 metra janë publike. Edhe kjo është prap njërisi. Por për të mos qenë vetëm në anën e interesit publik, sepse praktikisht biznesi në fushën e turizmit është motori, është shpatulla e fortë mbi të cilën mbështetet sektori i turizmit, i kemi dhënë prioritet bizneseve të cilët kanë bërë investime të mëdha, investime të qëndrueshme, investime afatgjata që kanë të bëjnë kryesisht me strukturat akomoduese serioze, duke ju akorduar numrin e çadrave, çezllongëve, 2 fishin e dhomave që kanë. Me ndryshimet e reja arritën përgjegjësitë e bashkive për menaxhimin e territoreve publike, që tek pastërtia, masat e sigurisë e të tjerë.